Shënohen këtë 15 mars plot 9 vite nga tragjedia e Gërdecit, ku si pasojë e shpërthimit në fabrikën e demontimit të armëve, humbën jetën 26 persona, e rreth 300 të tjerë mbetën të plagosur. Shpërthimi i fuqishëm u regjistrua të shtunën e 15 marsit 2008, rreth mesditës, ku shumë banesa e biznese aty pranë u shkatërruan. Një reze stymi mbuloi kryeqytetin dhe 26 persona humbën jetën. Ngjarja pushtoi të gjithë televizionet e vendit, por edhe ekranet ndërkombëtare, ndërsa në vend u shpallën 3 ditë zije kombëtare. Tragjedia u shoqërua edhe me ngjarje të tjera politike. Ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu dha dorëheqjen pak ditë pas saj, duke mos pranuar të kishte përgjegjësi për shpërthimin ose ndonjë lidhje korruptive në tregtinë e armëve, ndërsa u shpreh se dorëheqja nga posti ministror ishte një përgjegjësi morale. Grupet opozitare akuzuan qeverinë si shkaktare të tragjedisë, ndërsa artikulli i gazetës New York Times, i cili hithe dyshime mbi përfshirjen e zyrtarëve të lartë në aferën e demontimit të armëve, shkaktoi debate të ashpra në parlament dhe kryeministri asaj kohe Sali Berisha e konsideroi gazetën letër higjienike. 9 vite pas, tragjedia e Gërdecit nuk e ka një të dënuar për vrasje. Pas shumë seancash, gjykata e shkallës së parë dha vendimin për 29 të pandehurit e dosjes Gërdeci, ku asnjë nga të akuzuarit nuk u dënua për akuzën e vrasjes, ndërsa familjarët e viktimave janë ende në proces gjyqësor në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njerëzit në Strasburg. Përmes një deklarate dërguar mediave, shoqata e familjarëve të viktimave të Gërdecit shkruan se i ka ardhur radha Ramës të kalojë vettingun e tyre. E dim që kryeministri Rama do të përsërisë të njëjtin refren për kalvarin e gjyqeve tona, se fajin e paskan gjykatat dhe se po i shkon goja mbrapa duke thënë pse duhet vettingu, por për gjyqjet e dëmshpërblimeve nuk na i ka fajin gjykata, ashtu siç kjo qeveri dëshiron të bëjë vettingun për gjyqtarët, ashtu edhe ne jemi duke bërë vettingun ton prej kohësh, thuhet në deklaratë. Shoqata akuzon qeverinë se mbron shkaktarët e tragjedisë, vonon procedurat dhe shtrembëron të vërtetën, me të vetmin qëllim që të mohojë gishtin e shtetit në këtë tragjedi, duke mos ndryshuar asgjë nga linja e qeverisë së mëparshme. Sot është vërtet vonë, por jo aq vonë sa kryeministri Rama të mos gjej forcë që të shfrytëzojë shansin e fundit dhe të kalojë vettingun ton dhe t'i hap rrugë ekzekutimit të vendimeve gjyqësore, përfundon deklarata.